Drejtori i Shërbimeve Publike Islamo Kimeri njofton se ekipat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike janë duke pastruar sheshin Shadërvan në mënyrë që ky ambient të jetë sa më i pastër dhe i këndshëm për të gjithë. Fal investimeve të komunës së Prizrenit me rregullimin dhe mirëmbajtjen e sheshit Shadërvan, Prizreni po përjeton sezon të jashtëzakonshëm turistik, duke mirëpritur çdo ditë numër rekord vizitorësh nga e gjithë bota. Prandaj është përgjegjësi e përbashkët në qytetin ton ta mbajmë të pastër dhe ta prezantojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi vërejtur se disa biznese po i lënë mbeturinat para lokaleve në qese plastike, shpesh të dëmtuara dhe jashturare të grumbullimit. Si pasojë, qeset të shqyën rrjedhin yndyrna dhe mbeturina, duke ndotur sheshin që çdo ditë përpiqemi ta mbajmë të pastër. Ju lutemi, mbeturinat vendosni në kosha plastik dhe nxirrni vetëm në orarin e përcaktuar nga ekoregioni. Le ta ruajmë së bashku qytetin ton, në të kundërtën do të detyrohemi të ndërmarrim masë ndëshkuese ndaj atyre që nuk i respektojnë këto rregulla. Orarin e përcaktuar nga ekoregioni. Le ta ruajmë së bashku qytetin ton. Në të kundërtën do të detyrohemi të ndërmarrim masa ndëshkuese ndaj atyre që nuk respektojnë këto rregulla. Ju falenderoj.